Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21. Përshëndetje miq të dashur. Sot po dëgjoni emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Nga mua, pastor Sotir Anagnosti. Një emision që jep mesazhe ngushëlluese për ata që ndihen larg, për ata që janë të humbur dhe ndihen si të humbur dhe të munduar në rrugtimin e tyre. Në Psalmin 34 vargu 17 thot: kur të thërrasin të drejtët, Zoti i dëgjon dhe i shpëton nga të gjitha mundimet e tyre. Ky emision është një mundësi për të gjetur shpresë dhe drejtim që të kuptojmë dhe të mund të përballemi me vështirësitë. Akoma dhe kur jemi larg, të afërmit tanë larg atë dheut. Zoti është aty, kudo ku jeti, për të ofruar ngushëllim, forcë dhe bekim. Prandaj le të dëgjojmë dhe të pranojmë mesazhet e dashurisë dhe të inkurajimit, të cilat janë në Bibël dhe që na drejton Bibla në çdo hap të jetës sonë. Emisioni Emigrimi, lumturia e hidhur është një mundësi që na tregon mesazhe nga Bibla dhe histori nga Bibla dhe përvoja të cilat na japin dritë, na japin ngushëllim dhe inkurajim, sidomos për ata që janë në emigrim larg shtëpisë. Prandaj, le të dëgjojmë dhe të falenderojmë gjithashtu dhe Radio 7 që është një instrument i shpresës, dhe Radio 7 na afton sot të bashkohemi në këtë mision të shpalljes së paqes dhe të dashurisë kudo ku jemi. Vëllezër dhe motra, këtë verë, ditët e fundit Shqipëria ishte ndezur në flak. Jo vetëm pije dhe kullota u dogjën, por akoma dhe shtëpi u dogjën, dhe bagti dhe pasuri. Nga zjarri. Zjarri shkatroi gjithçka dhe hiri ishte ajo që mbeti nga gjithë pasuria. Por unë dua t'ju them që ekziston një zjarr më i rrezikshëm. Një zjarr që nuk shihet me sy, por që ndihet me shpirt. Është mëkati, është urrejtja, është e keqja. Pyetja është, a i shikojmë njerëzit e tjerë ne si besimtar? Janë njerëz që janë duke u djegur në zjarrin shpirtëror? A jemi ne të gatshëm që t'i ndihmojmë? Dhe unë dua t'ju pyes sot, kush do ta shuaj këtë zjarr? Kush do të bëhet zjarrfikës? Le të lutemi. O Ati dashur, ne të falenderojmë për fjalën tënde o Zot. Ne të falenderojmë për të emision që buron nga fjala jote o Zot, dhe unë lutem sot që fryma tënde e shenjtë të mund të kapi zemra dhe ata shpirtra të cilët ti ke përgatitur për ta dëgjuar të mesazh, që ata të marrin vendimin dhe të binden ti o Zot, të kërkojnë dhe të shpëtohen nga zjarri i përjetshëm o Zot. Prandaj na bëj zjarrfikës o Zot, dhe folna nëpërmjet këtij mesazhi. Unë të falenderoj dhe për Radio 7, më kërkoj që ti ta bekosh këtë instrument o Zot, dhe të gjithë vëllezërit dhe motrat që shërbejnë këtu, bekosh familjet e tyre o Zot, që fjala jote të shkojë kudo. Unë lutem për çdo dëgjues o Zot, ti ta bekosh kudo që janë o Zot, në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë o Zot, sepse fjala jote dhe lavdia jote do të mbushi dheun. Dhe lutemi që lavdia jote nëpërmjet Radio 7 dhe mesazheve të mbushi gjithë dheun, gjithë tokën o Zot. Sepse bari thahet, lulja vishket, por fjala jote mbetet për jetë. Prandaj ne bekojmë fjalën tënde sot. Në emrin e Krishtit lutemi. Amin. Pra sot shikojmë dy lloje zjarresh. Zjarri fizik i cili shkatron pasurinë, shkatron natyrën, shkatron dhe trupin. Por ekziston dhe zjarri shpirtëror, që shkatron shpirtin dhe përjetësinë. Dhe çfarë bëjmë neve kur kemi një zjarr? Thërasim zjarrfiksen. Vjen një zjarrfikës dhe shuan zjarrin. Por ky zjarrfikës nuk mund të shuaj mëkatin, nuk mund të shuaj lakmin për pushtet dhe për para,
apo nuk mund të shuaj urrejtjen. Duhet të kemi një zjarfikës të qiellit. Prandaj është dhe thirrja për veprim. Thirrja që e gjejmë tek letra e drejtuar Judës, te kapitulli 1 vargu 23. Letra e Judës është vetëm një kapitull dhe te vargu 23 na thot diçka atje. Dhe po e lexoj. Por shpëtojini të tjerët me frikë, duke ja rrëmbyer zjarit, duke u rryer edhe rrobën e ndotur nga mishi. Edhe një herë vargun. Por shpëtojini të tjerët me frikë, duke ja rrëmbyer zjarit, duke u rryer edhe rrobën e ndotur nga mishi. Titulli i mesazhit për sot është Zjarfikësit e tokës dhe zjarfikësit e qiell. Kjo është një thirrje e fuqishme që shikojmë në fjalën e Zotit. Fjala rrëmbejeni, fjala shpëtojini të tjerët, në greqishtën e vjetër është arpazundes. Arpazo, travao kapion, tërheq dikë. Është një thirrje që duke na thënë që kape tërhiqe me forcë, mos prit që të dali vetë nga flakët. Gjuda prapa e përshkruan shpëtimin e një shpirti si një veprim urgjent, sikur dikush që hyn në zjarr dhe tërheq një trup, se përndryshe ai njeri do digjet. Kështu duhet të veprojmë neve me të afërmit tan, me fëmijët tan, me fëmijët tan. Nuk mund të rrim spektator dhe të presim zjarfiksen. Fjala rrëmbeni do thot tërhiqe, mos prit që shpirti të dali vetë nga flakët. Imagjino, mendo pak një prind që hyn në zjarr në shtëpi brenda te dhoma për të tërhequr fëmijën e tij. Kështu duhet të bëjmë dhe neve nga ana shpirtërore. Për ata që janë në rrezik, që janë në shtëpi, mund të jetë gruaja, burri tënd, fëmia tënd, nipi, mbesa tënde. A kemi këtë ndjesinë e shpëtimit të shpirtrave? A kemi neve ndjesinë e zjarfiksve të shpirtrave të familjarëve tanë, të shoqërisë son? Apo themi s'ka gjë, le të digjen në ferë? Po, mos veprimi tënd, indiferenca jote mund t'i çojë ata në ferë. Dhe një ditë do të kërkojnë llogari, të thonë, pse s'më fole? Pse nuk mund shpëtove? Akoma dhe pas Covidit shumë janë larguar nga kisha në vend që duhet të thërrisnin dhe të sillnin familjarët në kishë, edhe vetë me shembullin e tyre. Por ata sot janë larg. Marrin në krahët e tyre fëmijët e tyre, përqafojnë gruan e tyre, burrin e tyre, niprit dhe mbesat. Dhe nuk u flasin për Jezusin. Nuk i sjellin te kisha që të rriten në Krishtin, të njohin Jezusin. Kjo është tragjedia më e madhe, ky është zjarri më i madh që ka kapur sot Shqipërinë dhe shqiptarët, që po djegin. Indiferenca jote dhe imja djeg sot. Djeg. Bibla na ka një shembull tek libri i parë, libri i Zanafilës te kapitulli 19, kur Perëndia do dënonte Sodomën dhe Gomorën për mëkatet e tyre, mëkatet imorale që sot i shpallin si vlera, si kulturë, sikur këto nuk kanë qenë më përpara. Bibla thot që është mëkat. Aty jetonte një njeri besimtar me familjen e tij dhe kishte Loti. Perëndia pas lutjes ndërmjetësuese që Abrahami bën për nipin e tij, Lotin, që në qoftë se do të ishin 5, 10, 20 të drejtë në ato qytete, a do ta dënoje me zjarr? Dhe Perëndia tha jo. Dhe Perëndia çfarë bën? E dëgjon lutjen e Abrahamit dhe dërgon ëngjëjt e tij për të shpëtuar Lotin dhe familjen e tij. Dhe banorët ishin kaq imoral sa donin marrëdhënie dhe me ëngjëjt. Dhe ëngjëjt i verbuan dhe tërhoqin Lotin prej dore dhe familjarët e tij. Bibla thot që në qoftë se ëngjëjt nuk do ta kishin bërë këtë, Loti dhe familja e tij do ishin djegur në zjarr. Kështu është kjo figurë edhe sot pra. Shumë po qëndrojnë në prag të shkatërimit, duke parë zjarrin, dhe presin që dikush t'i tërheqë andej, të presin ti vëlla motër, ti baba, mama, vëlla, prind, gjysh. Ashtu si thot Juda, rrëmbejini prej flakës. A do t'i rrëmbesh, do t'i shpëtosh nga flaka e zjarrit të përjetshëm? Një zjarfikës duhet të ketë pajisjet e tij. Edhe një besimtar ka pajisjet e tij
Tek Efesianë kapitulli 6, na thot Apostull Pali, kemi helmetën e shpëtimit, kemi shpatën e fjalës së Perëndisë të frymën, kemi një zemër për dashurinë, kemi këmbët për të ungjillëzuar. Pa këto armatime, ne thjesht do të jemi spektator. Prandaj vëllezër dhe motra, është tjetër gjë të shohësh pyje duke u djegur, dhe është krejt tjetër të shikosh familjen tënde të digjet shpirtërisht. Ka prindër që shohin fëmijët e tyre në zjarin e drogës që përpoliten fëmijët e tyre. Akoma në internet, që në moshën 12-13 vjeça shikojnë fëmijët me pornografin, duke parë faqe pornografike dhe video pornografike, duke parë fëmijën me shoqërinë e keq të ndikohet dhe nuk bëjnë asgjë. Jo vetëm që nuk këshillojnë, por nuk i sjellin dhe në kish, që të mësojnë nga fjala e Zotit, sepse Bibla thot, shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Dëgjojeni këtë prindër. Sillni fëmijët, adoleshent, të rinj, fëmijë të vegjël, sillini në kish të mësojnë fjalën e Zotit, sepse Bibla thot, shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Por prindërit nuk bëjnë asgjë. Preferojnë kafen, punën, kjo është detyra. Dhe kjo është jeta që shijojnë. Akoma ka bashkëshorë që shohin partnerët e tyre duke u tretur në zjarrin e hidhërimit, të kurvërisë, të tradhtisë apo depresionit, dhe nuk i marrin prej dore që t'i sjellin te Krishti, nuk i marrin prej dore që t'i sjellin në kish. Ka të krishterë që vinë në kish, vetëm, pa familjarët, ndërsa familja e tyre mbetet jashtë në flak. Kjo është tragjedia më e madhe. Indiferenca është tragjedia më e madhe. Prandaj dhe Perëndia na thot nga fjala e Zotit me këtë thirrjen e Judës, mos ri spektator, bëu zjarr frikës për ata njerëz që i do më shumë. Shikon fëmijën tënd duke u djegur në drogë, pornografi dhe shoqëri të keqe, dhe tiri duar kriq. Ju bashkëshor shikoni gruan, burrin tuaj duke u djegur në hidhërim dhe nuk e sjell te Krishti. Merrni prej dore dhe sillni të dielave në kish. Të rinj, për ju të rinj një mesazh kam gjithashtu. Kujdes me zgjedhjen e martesë. Dëgjojmë shumë në këtë kohë, ndiq zemrën tënde, follow your heart për martesën. Fjala e Zotit na thot diçka, por unë dua t'ju them diçka, t'ju këshilloj bijtë e mi, bijat e mia, ju jeni të mrekullueshëm. Perëndia ka një plan të mrekullueshëm për jetën tuaj. Shumë prej jush ama po ndjekin anën emocionale të ndjenjave, dashuroni me tru dhe pastaj me zemër. Sepse kështu, në qoftë se juve udhëhiqeni vetëm nga zemra dhe nga ndjenjat, ti birim, ti bija ime, po ndez një zjarr me duart e tua, duke hyrë në lidhje për martesë, pa kërkuar dhe pa miratuar planin e Zotit dhe vullnetin e Perëndisë pra. Kujdes birim, bija ime. Kujdes, shumë kujdes. Unë dua të pies. Si do të jetë familja jote në vitin 2050? Fëmijët e tu, a do e njohin Krishtin? Ai djali, ajo vajza që ke zgjedhur, a do t'i drejtojë ata te Krishti? A do bëjnë fëmijët e tu prindër të krishterë? Kujdes se po ndez një zjarr dhe Perëndia nuk do ri duar kriq. Shikoni se çfarë thot tek Isaia, te kapitulli 50, te vargu 11, Isaia te kapitulli 50 pra. Po e gjejmë këtu në Bibël, duhet të kemi kujdes pra. Mos të ndjekim të ecim me rrjedhën e kësaj bote. Dhe mos u lakmoni nga jeta luksoze që shikonin në për televizion, por ndiqni vullnetin e Perëndisë. Ejani në kish të mësojmë së bashku të njohim vullnetin e Perëndisë akoma, edhe si të kemi një lidhje të shëndosh dhe të krishterë. Te vargu, pra Isaia kapitulli 50 vargu 11 thot: Ja ju të gjithë që ndizni një zjarr, që rrethoni me ura zjarri, shikoni në flakët e zjarrit tuaj dhe midis urave që keni ndezur. Nga dora ime do të keni këtë, ju do të lëngoni në vuajtje. Nga dora ime, thot Zoti, do të keni këtë, ju do të lëngoni në vuajtje. Ky varg pra na i tregon qartë, nëse bëjmë zgjedhje të gabuara, do vuajmë pasojat.
Ti birim bija ime, shumë të rinj sot po hinë në zgjedhje për martesë, pa kërkuar bekimin e Perëndis, akoma dhe të prindërve, kundërshtojnë dhe prindrit. A e kuptoni? Fjala e Zotit thot ti po ndez një zjarr vet, do digjesh vet. Mos hy në martesë, në një martesë pa Krishtin. Prit planin e Perëndis. Prit planin e Zotit. Për martesë, për shoqëri, për zgjedhjet, kërko drejtimin, lexo Biblën. Ka prindër të cilët bënën zgjedhje të gabuara, të cilët u martuan me vajza dhe me djem jo besimtar, dhe fëmijët e tyre po bëjnë një gabim. Nëse thua që unë do bëj lidhje që ta sillte Krishti, qesh ndonjëherë kur dëgjoj disa të rinj, po unë do t'i flas për Krishtin, do ta sjellje e kisha. I them, përse studion për mjekje? Mos je gjithsëmur, ke ndonjë sëmundje? Kjo lloj marrëdhënie me premtimin që do ta sjellësh te Krishti, do ta sjellësh në kish, unë e quaj marrëdhënie pacient mjek. Disa herë të rinjt bien në dashuri kur shikojnë një të ri që ka disa vese ose një ere që ka disa vese dhe këta janë shpëtimtarët. Martesa e tyre do të jetë një shpëtim për personin që duan. Nuk e kuptojnë që bie në grackën e marrëdhënies pacient mjek. Prandaj do të kesh kujdes. Kjo marrëdhënie krijon një zjarr. Martesa pa Krishti në qendër është njësoj si të hysh vetë në një shtëpi e cila është duke u djegur. Edhe njerë, martesa pa Krishtin është si të hysh vetë në një shtëpi që digjet. Prandaj, biri i bija ime, mos e ndi zjarin vetë. Prit planin e Perëndis, prit vullnetin e Zotit. Krishti nuk priti në qiell. Ai zbriti hyri në zjarin e ferit ton. Ai mori në kryqin e Golgotës mbi supet e tij gjykimin ton. Ai na shpëtoi. Ai është zjarr fiksi i përjetshëm. Shqipëria po digjet nga pyjet. Prandaj vëllezër dhe motra, zjarret mund të shuhen me mjete dhe me zjarr fikse, por zjarret e mëkatit nuk shuhen pa gjakun e Krishtit. Prandaj është një thirrje për të gjithë besimtarët, për prindrit, për bashortët, mos rini të qetë, duke parë të dashurit tuaj në flakët e zjarrit të mëkatit. Por të bëhemi si ëngjëj që nuk e lanë Lotin në zjarr, por e rrëmbyen me forcë prej dore, dhe ne duhet të bëjmë këtë njëjtën gjë. Kur ata digjen nga mëkati pra, kush është në zjarr pranë teje? Është fëmia tënd, është bashorti, është prindi tënd, është vllai, është miku tënd. Mos rini spektator pra, dil sot. Merë prej dore ata njerëz dhe sillit e Krishti. Ashtu si ëngjëjt morën Lotin prej dore, merr dhe ti familjen tënde. Miqtë e tu, të rinj dhe sillit e Krishti. Silli në kish. Le të lutemi. Zoti i dashur, ne të falenderojmë që Jezusi hyri në zjarrin ton të mëkatit dhe na shpëtoi nga feri, o Zot. Të lutem Perëndia i naty na bëj zjarfikës të qiellit, të jemi zjarfikës të guximshëm siç ishin zjarfikësit që i qenë heronj dhe janë heronj, o Zot, të guximshëm dhe me frym dhe me dashuri. Zot, na ruaj nga indiferenca dhe nga frika. Na bëj, o Zot, që edhe neve të rrëmbejmë të afërmit tanë nga flakët e zjarrit të mëkatit dhe të ferit. Në emrin e Zotit ton Jezu Krisht lutemi. Amen. Amen. Zoti të jetë së bashku me ti, mik i dashur, dhe mos haro, sa herë që do shikosh një zjarr, qoftë në televizor, mos haro thirrjen e Judës, duke rrëmbyer zjarrit, të bëhesh një zjarfikës. Zoti të jetë së bashku me ti dhe të bekoj kudo ku je. Unë të bekoj në emrin e Krishtit. Mirupafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale
Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashk mirodëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëz edhe të afërmit tan? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21.